Përshëndetje të gjithëve, ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 13. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Artisti amerikan Kanye West me ritmet e muzikës së tij solli një atmosferë të magjishme në koncertin e mbajtur në Tiranë. Pjesë u bën dhjetra mira të huaj, të cilët ardhur posaçërisht për koncertin. Investim të shkëlqyer për Shqipërinë, të cilët u shpreh ndër të tjera kryeministri Rama, teksa ndau pamjet me dron. Sipas tij, koncerti bashkoi 80 kombësi, ndërsa do të shkaktojë dhe impakt pozitiv në ekonomi. Një 50 vjeçar është ekzekutuar me armë zjarri pak pas mesnate në fshatin Bërxull të Vorës. Viktima është Monda Ali Sula, i cili u qellua në momenti kur po hynte në banesën e tij. Krimi ndodhi rreth orës 00:10 të datës 12 korrik. Burime e bëjnë me dije se Sula kishte një biznes për shitje dhe dhënie me qira të makinave, ndërsa merrej edhe me shit blerje tokash. Vendi po bëhet gati për dalë përsëri në tregjet ndërkombëtare për të marrë Eurobond pas pushimit këtë vit dhe pasi financimi i nevojshëm po sigurohet në tregun e brendshëm në 2027 është planifikuar dalja e radhës në tregjet e kapitalit për të marrë përsëri 650 milion euro. Epoka e marrëveshjeve të njëanshme ka mbaruar, tha kryenegociatori i Iranit pas sulmeve të SBA-s ndaj 140 objektivave ushtarake iraniane. Në përgjigje, Garda Revolucionare shënjestroi disa objektiva në vendet e xhirit, si në Katar, Bahrein, Kuvajt dhe Jordani, si dhe mbylli rrugën ujore në Hormuz.